Pellazgji, 10.000 vjet para Fanus Nanus. Në kështjellën e Palloshit kishte fest. Palloshi gjatë kishte ftuar prijes nga të gjitha vendet dhe ua kishte shtruar me pluhur zanash dhe verë. Ndërkohë që në kështjell festonin dhe harbonin, klithma vuajtjesh vinin nga katakombat e kështjellës. Aty ku Palloshi kishte sërgjynosur kundërshtarët e vet. Një prej tyre ishte Sër Zdromsi, ish luftëtar i famshëm i fisit të Palloshajve, mbahej i burgosur dhe torturohej çdo ditë. I vetmuar në Biruc, i vetmi shok që kishte, ishte një Miha Leje, të cilit i tregoi historinë e tij. Zakonisht në Pellazgji, fëmijët i sillnin lejlekët, por Sër Zdromsin e kishte sjell një sorrë zezë. Për këtë arsye, shokët e tallnin duke i thënë: "I ty t'ka pjell sorra." Kur u bë adoleshent, bashkë me qimet i dolën dhe kratë. Kratë dobët, por që i lejonin të fluturonte. Megjithse superfuqia e vërtet i erdhi mbasi piu nektarin e sorrës. Pas atij momenti, Sër Zdromsi mund të fliste pa pushim 10.000 karllëqe dhe gënjeshtra në sekond, duke i djegur trurin atij që e dëgjonte. Kjo gjë e mahniti pa mas Palloshin e gjatë, i cili e ftoi të jetonte në pallatin e vet. Shumë shpejt, Sër Zdromsi u bë krau i djathtë i Palloshit, dhe ai e shpërbleu duke e bërë drejtorin e kryesanxhakut të Pellazgjisë. Por Sër Zdromsi ishte shumë ambicioz. Ai mendonte se ishte më i fortë se Palloshi dhe se mund të fluturonte më lart se ai. Kjo gjë e mërziti pafund Palloshin e gjatë. Prandaj ai mblodhi gjithë natin e budallait dhe me një goditje i dogji flatrat Sër Zdromsit duke i quajtur tradhtar dhe duke e syrgjynosur. Por Zdromsi nuk ishte dorëzuar. Ai tregoi Miut gjithë planin e tij për t'u akmarrë, derisa Miut ju doq truri. I dëshpëruar vendosi të vriste veten, por në atë moment poshtë derës së qelisë u fut një letër. Zdromsi e lexoi me një frym. "Ti nuk je vetëm. Unë jam me ty dhe si ty. Një tjetër tradhtar si unë", mendoi Zdromsi. Po kush ti ishte vallë? Ndërkohë përpara derës së kështjellës së Palloshit u shfaq një djalë i ri. Ai vinte nga Butrinti i largët. Emri i tij është Tikus Patriotikus dhe kishte ardhur të sfidonte në duel Palloshin.